Përshëndetje, pogaçe ose pite pa mbuke butë dhe tepër e shijshme është receta për sot. Përbërësit që do të na duhen për këtë recetë janë një gotë ujë ngrohtë, rreth 200 ml, një gotë qumësht i ngrohtë, rreth 200 ml, 50 ml vaj ulliri, ose mund të përdorni çfarëdo lloj vaji tjetër që të dëshironi, një e bardhë veze, ndërkohë të verdhën do ta përdorim për të lyer pogaçën sipër, një lugë çaji sheqer, 8 gram maja buke, një lugë gjalpë në temperaturë ambienti, një lugë çaji krip. I përziejmë bashkë të gjithë përbërësit dhe më pas shtojmë mielin, rreth 5 gota e gjysmë miell, 750 deri në 800 gram. Mielin nuk do ta hedhim të gjithë një herësh, por pak nga pak, duke e përzier vazhdimisht dhe pasi ta kemi hedhur të gjithë mielin, do ta punojmë për disa minuta me duar, derisa brumi të mos na ngjisë nëpër duar dhe të jetë një brum elastik dhe i butë, siç edhe shihet në video. Më pas do ta mbulojmë dhe do ta lëmë brumin për rreth 1 orë derisa masa e tij të dyfishohet. Pasi brumi ka ardhur, do ta vendosim në një tavolinë, do t'i hedhim pak miell dhe do të hapim një petë me trashësi rreth 1 cm. Pasi ta kemi hapur, do ta vendosim në një tepsi të lyer më parë me vaj. Do t'i japim formën që dëshirojmë. Unë ndërkohë e kam prerë në formën e baklavas, por ju mund ta prisni si të dëshironi. Mund ta leni edhe pa prerë fare, sipas dëshirës. Pasi i kam dhënë formën, e kam lyer të gjithë sipërfaqen e pogaçes me të verdhë veze. E verdha e vezës shërben për t'i dhënë një ngjyrë akoma më të bukur pogaçes gjatë pjekjes. Pasi e kemi lyer të gjithë sipërfaqen e pogaçes me të verdhë veze, e dekorojmë me fara lulkuqe dhe fara susami, ose mund edhe mos i hidhni fare, mund ta leni vetëm me të verdhë veze, sipas dëshirës. Pasi i kemi hedhur farat, e mbulojmë dhe lejmë të pushojë për rreth 10 minuta. Pas 10 minutash, do ta vendosim në furrën e parangrohur me 190 gradë për 20 deri në 25 minuta. Pjekja varet edhe nga furra, do ta kuptoni që është pjekur kur pogaçja të ketë marrë një ngjyrë të kaftë sipër. Kjo është video ime e parë me zë. Nëse më keni dëgjuar deri në këto momente, më lini një koment poshtë. Faleminderit dhe ju bëft mirë nëse e provoni.